Përshëndetje për të gjithë. Sot do të flasim pak për banorët e Big Brother VIP Kosova 4. Alba Pollozhani djepsoi një aksident nga i cili urzua dhe e lëndoi pak kokën, ndërsa gjithashtu si duket dhe i ra të fekët dhe e dërguan për në emergjencë. Por pas kontrolleve mjekësore, Alba është rikthyer në shtëpinë më të famshme në Kosovë, në Big Brother VIP Kosova, dhe tash duket se është mirë me shëndet, mirë po sipas rekomandimeve të mjekut, ajo duhet që të pushoj pak. Dhe këtë gjë është duke e bërë aktualisht, mirë po e ka rimarrë vetën. Nuk ka ndonjë vend për shqetësim. Ndërsa në anën tjetër është Big Brother VIP Albania 5, i cili mbrëm e parë prajmin e tij. Në natën e mbrëmshme dolën 2 banorë dhe u fotën 3 banorë të rinj. Banorët e rinj qëndruan në akvarium, një dhomë e cila është bërë enkas për banorët e rinj, ku me vete morën Mirin, Brikenën dhe Kristin. Njëri nga banorët e rinj thuhet se është ish i dashuri i Brikenës, se si do të vazhdoj. Loja mes tyre mbetet që të shihet në ditët në vijim.